Ju kanë dalë dhëmbët si buqeta me lule, sepse nuk ka pas profil emergjenci. Sot do flasim pikërisht për këtë. Siç mund ta shikoni, profilet e emergjencës janë perfekt, njësoj se kur të ishte një dhëmbë natyral. Tu kemi 4 implante dhe sot do flasim si mund të shkojmë në këto profile. Nuk është i lehtë, por me punë realizohet edhe me pak kohë. Këtu flitet për pacientë që e kanë mundësinë e kohës, edhe jo ato që nxitojnë. Për të arritur këtë lloj profili emergjence, normalisht do shkojmë me etapa shërimi individuale, pastaj shkojmë me një tip baze edhe e bëjmë profilin e emergjencës, ai sa duam. Mund ta mbajmë një javë 10 ditë, pastaj mund ta shtojmë prapë edhe mund ta vazhdojmë komprimimin deri në pikën që ne duam. Pasi kemi arritur këtë lloj profili, është shumë e rëndësishme mënyra se si do merret masa, sepse nuk mund të merret vetëm me transfert. Në momentin që ti vendos transfertën edhe do vesh silikonin për të marrë masën, gingiva do të bëjë kolaps edhe do mbyllet prapë. Si mund të shkojmë ne te ajo pikë që ta arrujmë te dhe pozicion. Tu kemi doktor Tedin që ka treguar gjithë mjeshtrinë e vet për të marrë këtë masë, siç mund ta shikojmë, këto janë profilet e emergjencës. Pika parë që bëhet është vendosja transfertës në implant dhe direkt me një kompozit flow shkojmë me mbulojmë gjithë zonën e profilit dhe polimerizojmë. Dhe do kemi të dhe rezultatet. Njëjtën gjë bëjmë edhe me tjetrën, edhe me tjetrën, edhe me tjetrën. Pasi kemi marrë të katra, do t'i lidhesh me pattern. Tu mund të shikojmë gjithë situatën. Transfertat janë super blok me njëri tjetrën, nuk lëvizin fare, dhe ne kur shkojmë të bëjmë gingivën falca edhe derdhë modelin, kemi këtë lloj rezultati. Thash, nuk është e lehtë, por me punë arrihet. Për gjithë ato që duan të kenë më shumë informacion ose të ndihmohen nga ne, mund të na kontaktojnë.